Mbi 13.000 familje pronarësh do të marrin kompensimin financiar për pronat e tyre nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Ishte kryeministri Edi Rama që ndau i pari lajmin që shkon si dhuratë shumë pritur për pronarët. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari zbuloi se qeveria ka miratuar një fond për 1.4 miliard lekësh që janë gati për të transferuar në llogaritë e përfituesve. Nga sot, shteti shqiptar shlyen plotësisht dhe vën në vend përfundimisht të drejtën që u takon. Sapo miratuam listën me plot 3.527 subjekte, të cilët kompensohen përfundimisht nga Agjencia e Trajtimit të Pronave për pjesën e mbetur prej 30%. Me një fond për rreth 1.4 miliard lekë, mbi 13.000 familje përfitojnë drejt për drejt nga buxheti i alokuar nga qeveria shqiptare. Ky kompensim është pjesa e mbetur prej 30% që u takonte subjekteve për të shlyer plotësisht si pronar, ndërsa Lamallari thekson angazhimin e qeverisë për të përmbyllur plotësisht procesin e kompensimit të pronarëve. Kam kërkuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronës të ecë sa më shpejt në këtë proces, me transparencë dhe në respekt rigoros të ligjit, duke përmbushur kështu detyrimin që ne kemi karshi pronarëve të tjerë dhe sigurisht si pjesë e angazhimit tonë për standardet evropiane, për një shtet të së drejtës dhe për një të ardhme ku prona, ligji dhe liritë themelore janë të shenjta. Kërkesat më të larta ndër vite për njohjen e pronësisë kanë qenë nga qytete si Vlora, Tirana, Shkodra, Korça, Durrësi, Fieri dhe Gjirokastra, ndërsa lista e përfituesve tashmë është publikuar. Në ditën e fundit të vitit, edhe Ministria e Mbrojtjes lajmëroi se ka nisur dëmshpërblimin e banorëve që u prekën nga zjarret e kësaj vere. Sipas Ministrit të Mbrojtjes Piro Vëngu, janë 191.5 milion lekë të vendosura në dispozicion për 10 bashki që u prekën nga zjarret. Delvina dhe Finiqi në jug e Gramshi në Shqipërinë e Mesme ishin më të prekurat. Bashkia e Delvinës vlerëson se dëmet e shkaktuara arrin në 9.5 miliard lekë, duke përfshirë 16 banesa, koshere bletësh, mira rrënjullinj, pemë frutore dhe bagëti të dëmtuara. Ndërkohë në Gramsh llogaritet një dëm ekonomik prej 31 milion eurosh, ku përfshihen 68 banesa të shkatëruara, qindra krer bagëti, krahas dëmeve të tjera.